Londrimit ju duk vetja si në ëndër, kur pa që dëshira e tij u bë realitet, pas shpalljes fitues i Big Brother VIP Kosova. Kam jetuar në fshat duke u kujdesur për lopët, edhe pse ndjeja thellë në shpirt që unë nuk i përkisja atij vendi, është shprehur Londrimi. Që në moshën 8 vjeç dhe deri në moshën 22 vjeç kam jetuar në fshat. Jam kujdesur për baktit që kishim dhe shpesh merrja edhe librat me vete kur dilja për të kullotur lopët. Por një gjë më vjen keq, që nuk kam mundur të kem një fëmijëri si të shoh fëmijët sot që e kanë. Prindrit e mi kanë dashur të më japin një jetë të mirë, por më kanë dhënë gjithçka që kishin mundësi të më jepnin dhe unë nuk i gjykoj kurrë për jetën që kam patur. Londrimi ka prekur jo pak veta me rrëfimin e jetës së tij. Për të gjithave, londrimi brenda shtëpisë Big Brother nuk ka krijuar lidhje, por vetëm shoqëri të mira dhe në asnjë moment nuk ka folur për jetën e tij private. Miqtë e londrimit shprehen se ai i jashtë kishte lidhje me një vajzë nga Prishtina, por në asnjë moment nuk e ka bërë publike emrin e të dashurës. Kjo pasi e dashura e tij nuk është pjesë e botës së showbizit. Ajo vazhdon studimet për mjeksi dhe është një studente ekselente. Çifti ka një vit që janë lidhur së bashku. Për shkak se e dashura i ka kërkuar Londrimit që të mos e komentojë atë brenda shtëpisë, e të mos komentojë as jetën e tyre private e lidhjen e dashurisë. Ai e ka respektuar dëshirën e partneres. Pas fitimit të çmimit të madh, çifti u pa duke festuar në një nga lokalet më me emër të Prishtinës.